Po, zemra mërzitet, shkremot, syri mund të loton, por nuk themi fjalë, për pose fjalë me cilat i madhi Zot është i kënaqur. Është e natyrshme njeriu që të mërzitet. Po, njerëz janë si na gurzi. Që të loton edhe syri. Zaten, Allahu Azza wa Jall nuk e djeg me zjarr në xhenimin një sy që loton për hir të Zotit. Ai i cili loton për hir të Zotit, shkaku se ju ka ndan nga jeta vet një vëlla i vet, shkaku se e ka pa keq një vëlla, një besimtar, një njeri keq, e ka pa në gjendje të keqe dhe i loton ai sy për hir të Zotit, Allahu këtë sy nuk e djeg me zjarr në xhenem. Andaj pak të ndalemi dhe të analizojmë vetëm kur mas fundjavë na ka lotu syri, kur namaz mas fundjavë na ka lotu syri, kur na ka lotu syri kur e kemi pa dikant keq. Është shumë e rëndësishme që këto zemra të zbusin. Na përmirësoft se i na bë gurzi. Se zemra e cila ngurcohet nuk ja mundson syrit me lotu. Pse? Pse rezervari i lotëve për hir të Zotit është në zemër. Nëse zemra thahet, shteret, me atë dëmshmëri, me atë iman, syri s'ka nga merr ujë. Shumë mirë ke sqaruar. Shumë është me rëndësi me pas parasysh këtë. Dhe nëse dikush ndjen një ngurtësi dhe si lëm përshtypje asgjë çka ndodh rreth tij dhe kur si loton syri, është një gjendje jo e mirë për atë. Lëni ato prallat se burri s'qan. Bash burrat e mëdhej kanë qanë në historinë islame dhe burrat e mëdhej kanë zemra të mëdha. Çka shumë ujë në zemrat e tyre. Marrë me kajtin. Po, burrat e mëdhej kanë zemra të mëdha dhe ka shumë ujë në zemrat e tyre dhe ajo dëmshmëri ato i bën aloma të mëdhej. Burrat e mëdhej kanë dëmshmëri, burrat e mëdhej kanë falë, mëshirë. Andaj të mëdhej të falin. Të mëdhej të arsyetojnë, tolerojnë, i madhe ja bën atë. Ati që zemra i ka me ca një hudër dhe ajo hudra është tha mrejna, njerë për atë, Zoti e udhëzoft e drejtoft. E lusim Zotin e madh që çdo njeri që është provu me ndonjë sprov, Allah ati t'ja shton sabrin e gajretin, t'ja shton shpërblimet,